Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 8 në Radio Televizionin e Kosovës. Pak javë pas njohjes së Kosovës nga Kenia, shtetin ton e ka pranuar edhe Sudani, i cili ka vendosur zyrtarisht marrëdhënie diplomatike me Kosovën, duke hapur rrugën për një partneritet të ri ndërkombëtar. Lajmin e ka bërë të ditur presidenti Vjosa Osmani gjatë një takimi që ka zhvilluar me ministrin e jashtëm të këtij shteti në margjina të forumit diplomatik të Antalyas. Faleminderit në emër të popullit të Republikës së Kosovës, ky është fillimi i një partneriteti të madh, tha Osmani, që sipas saj ky zhvillim përforcon më tej përpjekjet e Kosovës për njohje globale dhe integrim ndërkombëtar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mirëpritur njohjen e Kosovës nga Sudani, duke thënë se shtetit i ushtua edhe një njohje e re dhe popullit një miqësi më shumë. Kurti në reagimin e tij ka uruar qytetarët e vendit dhe ka falenderuar presidentin e Sudanit për këtë vendim. Po ashtu kryeministri në detyrë ka falenderuar edhe presidentën e vendit Vjosa Osmani për angazhimin e saj dhe miqve dhe partnerëve tanë për mbështetjen e vazhdueshme. Edhe ministrja në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla ka reaguar pas lajmit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Sudani, duke cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm për fuqizimin e pozitës ndërkombëtare të vendit. Gërvalla ka shprehur mirënjohje ndaj autoriteteve sudaneze për vendimin e tyre, si dhe ka falenderuar presidentën Vjosa Osmani për angazhimin e saj në këtë proces, duke vlerësuar gjithashtu mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar që kontribuan në këtë sukses diplomatik. Njohja nga Sudani është përshëndetur edhe mirëpritur edhe nga partitë politike opozitare dhe nga ish diplomat të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka cilësuar akt të rëndësishëm dhe dëshmi të përkushtimit të shteteve paqdashëse ndaj parimeve të lirisë. Një urim tjetër ka ardhur edhe nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili e ka cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të vendit. Ndërkohë edhe ish-ministrat e jashtëm Enver Hoxhaj dhe Bexhet Pacolli e kanë cilësuar lajm të mrekullueshëm njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Sudani. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë nesër në Luksemburg për të ardhmen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, megjithatë nuk pritet një vendim konkret për heqjen e tyre. Nga Kosova do të jetë e pranishme krye diplomatja në detyrë Donika Gërvalla. Këtij debati do t'i paraprijë një darkë pune e parapartë të mbahet pas ditën e sotme në mes ministrave të jashtëm të BE-s dhe homologëve të tyre nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për masat ndaj Kosovës, mirë po nuk pritet që të merret ndonjë vendim konkret për heqjen e tyre. Kështu bëjnë të ditur burime diplomatike në Bruksel, të cilat janë të informuara mbi organizimin e këtij takimi. Shumë shtete anëtare, përfshirë disa ndër më të fuqishmet, shprehen kundër vazhdimit të masave dhe vlerësojnë se ato janë sipas tyre të pakuptimta dhe se njëkohësisht po e dëmtojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe vetë punën e emisarit të ri evropian për dialogun. Mirë po, disa zyrtarë të lartë evropian tërheqin vërejtjen se shtetet anëtare janë të bllokuara në këtë drejtim për shkak të mungesës së unanimitetit për heqjen e masave. Sipas këtyre burimeve, kundër heqjes nuk janë vetëm shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe disa nga ato që e kanë njohur pavarësinë e saj. Ato, siç thuhet, presin lëvizje konkrete nga Prishtina zyrtare, në mënyrë që të mundësohet arritja e konsenzusit brenda BE-s për heqjen e masave. Këto diskutime do zhvillohen në kuadër të trajtimit të temës së Ballkanit Perëndimor në takimin ministror që do mbahet në Luksemburg. Këtij debati do t'i paraprijë një darkë pune e parapartë të mbahet të dielën më 13 prill mes ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe homologëve të tyre nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në Novi Pazar të Serbisë po vazhdojnë protestat kundër qeveritare, ndërsa në përkrahje të presidentit dhe qeverisë nga i gjithë vendi qytetarët kanë shkuar drejt Beogradit. Në Serbi po mbahen protesta, si pro-qeveritare, si anti-qeveritare.
Në Beograd, në ditën e dytë të tubimit që e kanë quajtur Nuk do ta japim Serbinë, ku do të prezantohet siç pritet lëvizja kombëtare, pritet që të flasë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Një numër i madh i qytetarëve kanë udhëtuar për në Beograd nga të gjitha anët e Serbisë në përkrahje të presidentit dhe qeverisë. Në Beograd, në 3 pika të ndryshme, janë ngritur skena me programe të ndryshme muzikore, me skenën kryesore para asamblesë kombëtare dhe 2 skena tjera, njëra në sheshin Nikola Pashiq dhe tjetra pranë kishës së Shën Markut. Ndërsa në Novi Pazar, studentët kanë organizuar një protestë antiqeveritare 12-orëshe. Ajo ka nisur në orën 11 para Universitetit Shtetëror dhe do të zgjasë deri në orën 23. Studentët kanë bllokuar udhkryqet pranë hyrjes në qytet për të parandaluar autobusët që të shkojnë drejt Beogradit për përkrahjen proqeveritare, por që ka ndërhyrë policia. Protestat e vazhdueshme në Serbi janë nxitur nga shembja e strehës në stacionin e trenit në Novi Sad, ku jetën e humbën 16 persona. Ngjarja kishte ndodhur më 1 nëntor 2024. Aktivistët po e fajsojnë korrupsionin qeveritar dhe mungesën e llogaridhënies për ngjarjen dhe po kërkojnë në ndryshim. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.